Faleminderit ju. Uroj vërtet që të ketë një bashkëpunim më të fortë institucional mes Shqipërisë dhe Kosovës, edhe jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Ne jemi shumë dhe jemi më të fortë kur jemi bashkë, dhe ne kemi nevojë të mësojmë prej jush, po edhe të bashkohemi me ju. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, ne jemi bërë bashkë të fundmi në rrjete sociale për të mbrojtur Shqipen. Tani si i bëhet që ta mbrojmë Shqipen ne jo vetëm në rrjete sociale, po të jemi bashkë kur bëhet fjalë që dikush nga ne preket, zotja Ahmeti. Rudina, do doja fillimisht se unë jam deputet dhe kam defekte profesionale, nuk di sa i zgjas. Vetëm e ngrit dorën kur të bëhen 5 minuta. Shkurtimisht desha të flas dhe tani dalë tek tema. Margata shqiptare historikisht ka luajtur rol të rëndësishëm në tërë lëvizjen tonë kombëtare, që në periudhat e mëhershme edhe para rilindjes kombëtare. Ka vazhduar në vitet 70-ta, 80-ta dhe sidomos në vitet 80-ta, ky organizim intensifikohet shumë më shumë në shoqata me karakter patriotik, Bajram Curri, Hasan Prishtina, Det Xholuli e kështu me radhë. Pas përfundimit të luftrave 99, 2000, të tërë shoqatat janë shkri. Janë shëndru në shoqata fshatrash, lagje qytetesh, në gjithë Europën. Nuk jam kundër objekteve të kultit, por objektet e kultit shfrytëzohen për të kryer ritet fetare, por jo dhe për organizim politik, organizim më të mirëfillt që nevojitet. Mendoj që kjo çështje duhet të shtrohet si shqetësim tek të gjithë ne shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin dhe Malsi e Madhe, sepse deri në 2000-shën shqiptarët nuk kanë vepruar mbas krahinave dhe nuk kanë qenë të organizuar mbas krahinave, por si tërësi kanë qenë të organizuar. Dhe mëse atëherë ka qenë e nevojshme, edhe tash është e nevojshme, po nivele tjera të organizohen. Se si mund të vinë në dhëun e tyre kuadro profesionist, ekonomist, inxhinier, mjek, për të dhënë përvojat e tyre në shtetet ku ata veprojnë, ku ata punojnë. Se si të bëhen investitor, bashkë investitor me investitor vendacion në Gjermani, në Zvicër, në Greqi, në Itali, që të bëjnë investime të përbashkëta, sepse edhe Europa ka ndryshuar tani më politikat, nuk bëhen investime vetëm të Gjermanit, të Austriakut apo të vendeve të skandinave, por kërkojnë bashkë investitor sepse është më i sigurt. Kur janë të vetëm investitori i huaj, i bëhen hile nga vendorët. Kur janë bashkë investitor, do thotë prona ruhet bashkarisht me vendorët. Dhe politikat tona duhet të inkurajojnë këto ekipe që të vinë të investojnë, bashkë investojnë me investitor të huaj. Gjithashtu, më thotë është ëndër banka shqiptare të ketë. Ne nuk kemi. Në Maqedoni nuk ka. Që mund të mbledhin kapitalin e njerëzve që janë mërgat. Dhe nuk më pëlqen që quhet diasporë, sepse kjo është mërgate, jo diasporë, mërgata. Po, sa i takon gjuhës shqipe në Maqedoni, është një rrezik i vërtet, që mendoj që duhet i dalim zot të gjithë, gjuhës që e flasim të gjithë, gjuha shqipe në Maqedoni, me marrëveshje ndërkombëtare, të nënshkruar dhe të garantuar
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësues të dërguarin e George Bushit, president i asaj kohe, është nënshkrues dhe garantues. Është nënshkrues dhe garantues Bashkimi Evropian me përfaqësues leotarin. Është garantues NATO e përfaqësuar nga Robertsoni. Dhe ne kemi besuar në autoritetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, edhe ne kemi hedhur firmën në marrëveshjen ushtarake me presidentin Trajkovski si ushtri qëllimtare kombëtare, kemi pranuar marrëveshjen e nënshkruar në Ohër dhe kemi qenë të sigurt dhe kemi punuar bashkarisht me Shtetet Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me vendorët. Suksesi i marrëveshjes së Ohrit dhe të arriturat e marrëveshjes së Ohrit, që nga simbolet kombëtare, arsimi në gjuhën shqipe, e folura në administratë e gjuhës shqipe dhe përfundimi i ligjit të gjuhës shqipe, që është konform marrëveshjes së Ohrit, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, sa atëhershme që ishte Republikë Jugoslave, gjithashtu është gjuhë zyrtare si dhe me alfabetin e saj. Dhe çdo koment tjetër që mund bëhet, a mund bëhet ligj më i mirë, a mund bëhet kështu, a mund bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Përgjegjësinë e kemi të përbashkët. Washington, Bruxelles, NATO, forcat politike shqiptare, forcat politike maqedone. Maqedonia ka ardhmëri në bashkëjetesë, në bashkëqeverisje vetëm me shqiptarët. Pa shqiptarët, Maqedonia nuk mund të jetojë dhe ditët i ka të numëruara. E kryta. Pa ma bërë... Faleminderit. Edhe për mbretjen tuaj, për Mërgata, kam përshtypjen, është lënë diaspora, se dikur ne kishim një libër edhe një simbol Mërgata e qyqeve, thoshim për njerëzit të cilët donin të rëzonin regjimin e Hoxhës dhe ishin diku jashtë. Tani ka një Mërgat shqiponjash që duan të vinë në Shqipëri dhe ta ndryshojnë vendin, ta bëjnë Shqipërinë. Kështu që pse jo, le ta bëjmë Mërgata herës tjetër. E vendos ministria. Ndërkohë, zotja Bazović, ju vini nga një vend i fuqishëm, edhe pse i vogël ekonomikisht, dhe padyshim keni një simbolik, një histori të diaspore që ka kontribuar ta bëj këtë. Çfarë mund të mësojmë ne nga ky fakt? Faleminderit shumë. Në fillim kam qejf të përshëndes gjithëve, të falenderohemi qeverisë Shqipërisë për këtë organizim madhështor, të përshëndes panelistat, ministrat, përfaqësues të organizatave cilat kanë ardhur nga rejoni, nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara, dhe para se ju përgjigjem këtë pyetje çfarë keni shtru, po përgjigjem në këtë pyetje si e keni shtru emrin e panelit. A jemi të i bëhet atë çka duhet? Unë mendoj se sot jemi të i bëhet atë çka duhet. Sot jemi së bashku, sot jemi të diskutu, sot jemi të i hap tema cilat kanë të bëjnë me diasporën dhe me problemet e shqiptarëve në rajon ose në botë, por pyetja është a kena me bë atë çka duhet nesër apo a kemi bë atë çka duhet dje. Dhe nëse nga ky summit niset një mesazh unik për cilin besoj se do të nol, se kur dalim kjo dere pallatit, kur shkom në shtetet, në rejon, apo ku dasi jemi në përbot, të maskarom se duhemi të gjithë të jemi unik në mbrojtje të drejtave tona. Dhe para se ju tregoj situatën në Mal të Zi, apo çka mundën në mësu për Malit Zi, unë kam qef me nis një mesazh cili ka të baj pikë parit me Maqedoninë, se të gjithë duana me qenë të gatshëm të mbështesim shqiptarët në mbrojtjen e drejtave cilat janë arritur.
drejta cilat janë arritur nuk mundën të devastohen. Da me thanë, atë që ka ishtë drejta arritur mundet vetë mu avansu, me qenë ma shumë drejta se katesh, por duhemi me qenë unik, së bashku të gjithë të tregojmë se me shku mbrapa nuk ishe pranushme dhe do të marrim masa sa kush mundet nga politika, nga organizatat jo qeveritare, nga universitetet, nga njerëz intelektual si të mbrohen ata drejta. Unë e vin nga Malizi dhe Malizi ka një ide të përbashkët me Shqipërinë dhe unë jam shumë i kënaqur si sot në mëngjes kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nënvizu këtë si një arritje e madhe politike e cila pret edhe Shqipërinë, por edhe gjithë rajonin. Na së bashku duhemi të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe aty do të tokohen tanë popullit e Ballkanit Perëndimor. Aty do të jemi gjithë së bashku dhe kja do të jetë arritje historike për gjithë gjeneratat cilat jetojnë pa marrë parasysh në Shqipërinë, Malzinë, Kosovë, në Bosnë, kudo, dhe ideja ishte si bashkë shkom drejt ati qëllim. Besej se në këtë moment jena pak në avantazh, e vërtet ishte se Ferit Hoxha me skuadrën e vetë do të bajnë çmosin të na arris, ndoshta edhe të na kalojnë. Unë e uroj çdo sukses si Shqipërisë, ashtu edhe Maqedonisë, Kosovës, gjithëve në këtë drejtim, por pa marrë parasysh kush mritën ma pare, ma vonë, ideja ishte njëjtë. Na duhen me frymëzu njëri tjetrin. Pa frymëzim njëri tjetrit, mendoj se çdo kush ka me qenë në humbje. Vjen një dekat, besoj për 2-3 vite, cila ka me qenë dekat shumë pozitive për të treva dhe na duhemi shumë ma shpesh mu taku, me bisedu, lidhur me projekte, cilat kanë të bajnë edhe me ekonomi, edhe me kulturë, edhe me politikë, dhe të jemi gatshëm për një armëri shumë ma të bukur. Pa përfundej, nëse nuk do të bashkëpunom, ne do të shkojmë në konflikt. Besej se çdo kush sa të shef se sa i damshëm ish konflikti. Malizi këtë e ka ndhinë në trup të vetë. Sa i damshëm ish konflikti me Kajshi, me Rrethin, me rajon. Çoni gjithë së bashku të bëjmë diçka, të bashkohemi, të kemi partneritet, të kemi respekt për njëri tjetrin dhe të jemi shumë të kënaqur kur çdo kush prej neve ban dhe një sukses. E dim se pa shqiptar në rajon nuk ka progres dhe atë rolin e vet edhe atë responsibility, atë gjatë çka e kena na në krah të vet duhet mi qitë edhe në fund. Besej se ardhmëria gjithve neve ishë në Bashkimin Evropian, e këta njerëz si kanë ardhur pi Shtetet e Bashkuara apo pi vendeve ma të zhvillume, mendoj se shumë shpejt ka i me menu se si me ardhë mrapa dhe investimet e veta dhe ardhmërinë e vetë mi pa këto në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi edhe në vende të Ballkanit Perëndimor. Ju falenderoj. Faleminderit.